Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderojmë, përshëndetjet e përzemërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë dhe si musliman që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me temën e radhës nga shpjegimi i librit Proja muslimanit. Kemi arritur te tema 107, e cila është mirësia që kemi kur bëjmë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo temë flet për salavatën ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është njëra prej formave të dhikrave, përmendjes së Zotit që e bëjmë përmes salavateve, urimeve që ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është njëra prej temave, gjitha temat janë të bukura, por kjo është njëra prej temave të bukura shumë, që ndërlidhet me secilin prej muslimanëve, për arsye se secili prej muslimanëve do të detyrohet gjatë javës që të dërgoj salavat ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam spaku një herë në javë, që është ditën e xumë, që është prej sunetit të muslimanëve, po ashtu edhe sa herë që të përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe namaz dhe në shumë vende tjera që veprohet ky sunet i cili ka vlerë të madhe, siç do ta mësojmë tash në këto hadithe. Autori ka sjellë 5 hadithe për ta treguar vlerën e salavateve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne do t'i lexojmë, do t'i shpjegojmë aq sa mendojmë se është e mjaftueshme inshallah. Hadithi i parë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush bën një herë salavat për mua, Allahu i lartësuar ka për ta lavdruar 10 herë atë person. Pikë parë, çka do të thonë salavatet e Allahut ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se Allahu thot: huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Po ashtu Allahu thot: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ja ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu dhe melekët e tij çojnë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O ju që keni besuar, çoni salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe përshëndetni atë me një përshëndetje të denjë. Dietar thonë që është transmetuar në Sahihun e Buhariut nga tabiini i njohur Ebul Aliya se ky ajet, salavatet e Allahut ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë lavdrimi që Allahu ja bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te krijesat e tij të afërme, te melekët. Do të thonë ajeti që thot Allahu çon salavatin me pejgamberin, çka do të thonë? Do të thonë që Allahu e lavdron dhe ja ngrit emrin dhe ja ngrit pozitën dhe e përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në mesin e krijesave të tij të afërta. Kjo tregon vlerën e madhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çfarë do të thonë salavatet e muslimanëve për pejgamberin alayhis salam? Çfarë do të thonë salavatet e muslimanëve për pejgamberin alayhis salam? Kush e din? Do të thonë salavatet e Allahut janë se Allahu e përmend, e lavdron dhe e ngrit emrin e pejgamberit sa mesin e krijesave të tij të afërme, mesin e melekëve të tij të afërme, që rrin me Allahun, që rrin afër Allahut. E çfarë do të thonë na kur thojmë kur të çojmë salavatin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë do të thonë? Kur përshëndetje dhe ai thon selam. Ja, çfarë do të thonë salavatet e tona ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë kuptimi kanë? Çka? Çka bëjmë dua për ta? Po lut dua, po çka? Po ç'kjo është? Domthon salavatet është e lusim Zotin na që me e ngrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me e lusim Zotin na që me përmend hala më shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Zoti më ngrit hala vlerën. Hala më shumë më ngrit pozitën. Hala më shumë ju përmend emri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E që kjo është realitet i domthon që i përjetueshëm, që e përjetojmë në çdo sekond tjetër. Domthon nuk ka person që përmendet më shumë emri i tij se i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi se Allahu e ka përmendur në qiell. Allahu e ka përmendur te melekët e tij. Për këtë arsye edhe e përmendin pastaj edhe gjithë krijesat. Madje sipas një studimi nuk ka mundësi me kalu minutë në sipërfaqen e tokës që ne përmendet emri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
se ose ka më konë dikush të thirë ezanën, ose ka më konë dikush të thirë ikametin, ose ka më konë dikush të thonë tehijatet e para, ose ka më konë dikush të thonë tehijatet e dyta, ose ka më kallëzu dikush u pejgamberin sa më ka më thonë ja sallallahu alaihi wasallam çu themi na kështu, dhe në gjithë globin në mënyrë të vazhdueshme përmendet emri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të pozitës që Allahu ja ka ngrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, na kur themi, domthon që o Zot, na kur çojmë salavat, na domthon çojmë salavat dhe i bën që me kërku prej Zotit që hala më shumë me ngritë emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e njëjtë kuptim është edhe te me lajket, se edhe me lajket bojnë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domthon lypin prej Zotit, kërkojnë prej Zotit që me ngrit emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa çka thot? Men salla alayya salatan wahida sallallahu biha 10. Këtu e tregon vlerën çfarë vlerë ka ai që bën salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kush çon mu salavat një herë, Allahu për ta çon salavat 10 herë. Allahu e përmend emrin tënd. Ku çojsh ti salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad ose sallallahu alaihi wasallam, Allahu ta përmend emrin ty në mesin e krijesave të afërme të tij. Kjo është vlerë. Domthon përmes salavatit, përmes pozitës të madhe që e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe na shkaqojmë salavat, na përfitojmë na. Na përfitojmë. Përveç ngritjes vlera pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na përfitojmë. Për këtë arsye, vlerë e madhe e salavatit është se robi që çon salavat i merr salavatet përmendjen e Allahut për to në mesin e krijesave të tij të afërta. Është një vlerë speciale. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domthon çdo lutje, në çdo preferim që ka bëu për raste të caktuara, mas lavdërimit ndaj Zotit e ka bëu edhe salavatet në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye dhe dietarët nëpër këshillat e tyre të ndryshme, sa që përmendin për në rast caktuar që muslimani është mirë me lut Zotin, e përmendin si edukat. E lutjes është me thonë elhamdulillahi rabbil alamin, falendëru Zotin dhe pastaj me thonë o salatu wa salamu ala rasul, ose Allahumma salli ala Muhammad, me çu salavat ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse Allahu pastaj të përmend ty dhe ka mundësi shumë që pastaj me të pranu duaja. Se Zoti pastaj të përmend ty që ti ke përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dietar thonë, na e dim që pejgamberi Allahu azza wa jall në çdo vepër të mirë e shpërblen njerin në bazë të punës që e bën ai. Ke bo mirë, Zoti ta çon të mirën. Edhe kjo vërtetohet edhe në salavate. Po do me bo mirë, Allahu ta kthen ty të mirën me 10 fish, se sa që e ke boti. E kjo është faktikisht veprimi i Zotit, marrëveshja e Zotit me robërit e tij. Të mirën ja u kthen më të mirë. Po pastaj këtë mirën që ja u kthen Zoti atyre, ja u kthen me shumë fish. Subhanallahu, lidhja e salavatit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është lidhje shumë interesante. Domthon, na mundojmë me ngrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ata kanë ngrit Zoti, po kjo lidhje jon shpirtërore me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mundojmë me ngrit përmes salavateve dhe të njëjtën kohë Allahu na ngrit neve. Që po dojmë na me ngrit robin e tij të dashur, robin e tij të dalluar, që nuk ka pas njëri më të dashur te Allahu se ai. Nuk ka pas Allahu azza wa jall rob më afër tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka pas privilegje dhe përparësi dhe veçori askush për robërve të tij më shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk do të ketë askush në ditën e Kiametit përveç se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, secili prej neve që bën salavat në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e meriton edhe shefatin e tij në ditën e Kiametit, atë ditë kur secili ka nevojë për shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e përmend edhe një sebeb, edhe pse puna e salavateve është çështje e gjatshëm. Ibn Qayyim rahimahullahu ka një libër special për vlerën e salavateve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por vetëm po i përmendim disa gjëra që janë më të rëndësishme. Allahu kur e përmend huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima, është domthon Allahu kur e përmend vlerën që salavatet i dërgon ai dhe me lajket e tij ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për çka? Li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur,
që t'ju nxjerr juve prej errësirave në dritë. Përmes këtij ajeti dietar ka thonë që salavatet ndaj pejgamberit ta lehtësojnë gjetjen e rrugës së drejtë. Dhe largimin prej rrugave të errta, prej devijimeve. Për këtë arsye, sa më shumë që e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çaq më shumë e ki më të sigurt që jetë të i fol fjalë të drejta, jetë të tregu meselën drejt, jetë domosdoshmë sa më shumë që bën dhikr dhe salavat ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye një herë Harun al-Rashidi ka qenë me dietarët e hadithit edhe thot pjo marr lakmi thot për juve diçka. Thot pjo marr lakmi thot juve diçka. Thot pse? Thot se sa herë që të përmendet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo përmendje e pejgamberit shkon përmes juve. Se ju e keni kallëzuar çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ju më shumë të jeni persona që e përmendni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çështu. Na ka transmetuar filoni një hadith se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çështu. E keni një hadith pe filoni se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çështu. E thot Harun al-Rashidi, Harun al-Rashidi ka qenë halife, por ka qenë edhe i ditur. Ka pas edhe dije dhe i ka respektuar shumë dietar. Thot ku ka pozitë më të madhe se sa që përmendet emri pejgamberit, përmendet edhe emri juve. Bashk. Transmetuesit hadithit. Na ka kallëzuar filoni se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kështu. Për shkak vlerës të madhe që ka salavati ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye kur thot pejgamberi sa ata që më së afërmi nga të mia janë ditën e Kiametit, afër meje, janë ata që më shumë i çojnë salavate ndaj meje. Kan thonë dietarët këtu në rend të parë, nëse janë dietarët e hadithit, nuk e di kush ka më shumë të tregosh. Se më shumë që e përmendin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, të kallëzoj jetën e tij, të kallëzoj ibadetin e tij janë dietarët që i transmetojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i dytë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos e bëni varrin tim vend feste, ku vini apo grumbulloheni në kohë sezonale të caktuara, por dërgoni salavate për mua, sepse salavatet tuaja më arrin kudo që të jeni. Ky hadith është interesant, për arsye se subhanallahu pejgamberi sa më ndalon një veprim të tillë, dhe pastaj ka grupacione të ndryshme prej derveshëve dhe sufive të ndryshëm që e kanë keq përdorur urdhrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sa më kanë ndalu me shku special edhe me varrin e tij vend vizitës. Vend speciale për vizitë. E kanë ndalu me këtë hadith. Për arsye se kjo pastaj çon një dhujtari, çon bestytni. E sot këto grupacione, edhe nëse shkojnë në xhamin e pejgamberit sa, nëherë shkojnë te varri, pastaj shkojnë më fal. Në shkojnë te varri, herë aty rrinë aty parë me shumë miliona aty parë, veç aty parë sillën. Nga të varri. Tani kanë fjalë besnitni hala më të këqija, hala më të rrezikshme, po pejgamberi sa e ka urdhëruar popullin e vet, e ka thirr popullin e vet që mos me bë varrin e tij vend që vizitohet. Kitë me vizitu varrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kitë me vizitu varrin e pejgamberit, shkon në xhamit pejgamberit sa me fal 2 rekate namaz, sunet ose kimë fal fard, pastaj don me shku me dhon salam se pejgamberi sa, kjo s'ka të keqe. Kështu kanë vepruar edhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mi po jo me shku special për varrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është që e kanë ndaluar pejgamberi subhanallahu edhe kanë thonë, pejgamberi kur veni apo grumbullojnë në kohë sezonale, por dërgoni salavate për mua, sepse salavatet tua më arrin kudo që të jeni. Kjo pra është. Apo don mua afru nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa patjetër mua afru nga varri i tij. Nga varri i tij shkon jap një salam edhe përfundon. Po salavatet që na ja çojnë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ato i shkojnë. Pavarësisht a ke larg apo ke ngat. Dhe kjo është më rëndësi. Që me ditë që lidhja jonë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, aspekti trupor ka përfundu, aspekti fizik ka përfundu. S'kena mundësi mu lidhë mu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në aspektin fizik. As me ndonjë farë ondre diçka, pa, foli, tha, të bënë kam për qëllim ondra pralla, se na kena treguar ndersën e virtyteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndersën e fundit e kena treguar që kush e sheh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në ondër është vlerë. Është vërtet i lartë. Mi po them ajo që e bojnë shumë pej prallagjive që domthon jetojnë me kësi gjëra. Pejgamberi sa momentin që ka vdek, fizikisht është largu prej neve.
fizikisht nuk ka mundësi me pas qasje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kurse pastaj salavatet, pasimi rrugës tij, këto kanë mbetë gjitha. E pavarësisht ai e larg, ai nga salavatet janë njëjtë. Ndesh shkove te vorri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndesh ke larg tash këtu, salavatet janë njëjtë. Po këtë arsye dietar thonë bidat tash më thon dikujt na çish thonë te na, ku shkosh në Medinë çoj selam pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Bidat tash që nuk ka shpej rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as shokëve ti. Pse s'ki nevojë ti më çu selam përmes dikujt ti, thoj që tash. Allahumma salli ala Muhammed edhe shkon. Selami edhe salati. Për këtë arsye përmend edhe Sheikh Albani thotë kur i ka thonë njëri, thotë çoj selam, thotë çka më bë? Thotë selam, po çka më thon? Thotë po thoj Assalamu alaikum ya ayyuhan nabiy, po ti e tha. Apo do më çu selam, po ti vetë pi thu tash, ç'tash e tha? Se s'ka dallim. Largësia edhe domthon afër vorrit, edhe afërsia nuk ka dallim, por arsye se pejgamberi sa ashtu kështu fizikisht nuk ka në mesin tonë. Shiqoni edhe çfarë shpreh interesant tu. Por dërgoni salavate sepse salavatet tuaja më arrin mua, ka thon pejgamberi sa. Tabluguni. Më arrin mua. Çfarë do të thonë kjo? Mirë pe lidh me temën edhe nuk besohet që pe lidh me temën, po? Por me sallat, ja ti bën Allah. Ha? Shkojnë te Allah, pastaj Allah. Po, shumë bukur. Se ka pi grupacioneve që mendojnë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është gjallë dhe jeta e tij përngjason jetës tonë, çu jena na gjallë. Për këtë arsye shkojnë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe thonë: "O dërguari i Zotit, ndihmom, lutë Zotin me pas fëmijë. Lutë Zotin me mëdhon kështu. Lutë Zotin me mëdhon kështu." Kjo është tawassul. Afrim te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, afrim te Allahu përmes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ku arsyetojnë thonë, a ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Allahu ma kthen ruhin, shpirtin, sa që t'ja punë, sa që çojmë na salavat, edhe ky hadith përmend këtu. Po, atëherë pra, çast shumë që njerëzit japin salavat, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo vazhdimisht e ka trupin, e ka shpirtin trup. E para, e dyta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që pejgamberët janë gjallë në varrezat e tyre. Atëherë ajo është gjallë. Kështu që na mund me komuniku me ta. Pejgamberi s'po thot komunikoni me mua. Arrin mu salavatet. Domthon ka pengesë mes neve dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po Allahu ç'është Allahu ja dërgon salavatet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme për arsye se që kjo forma, mënyra që kanë thonë është gjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka sjell shumë bidate. Ka sjell shumë gjëra të rrezikshme. Ka shku njerëz aty, domthoni kanë fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pastaj shejtani ka ardhur edhe ju ka fol në përveç, ka thonë mu dok që i ma kthej përgjigjen. Edhe pastaj kanë fillu këto prallat mu përhap ma shumë, filan shehi ka shku, ka nejt, ka bua adhurim që ka orë afër pejgamberit sa dhe pastaj, dashti mendoni që është hajgore, por nuk është hajgore, është punime, që është ka për thamë. Pastaj i ka dalë dora pejgamberit sa pe vorit dhe e ka përshëndet. Kjo është Ahmed al-Rifai, kjo është e njohur. Te grupacionet e sufive, është e njohur, është në libra të në, nuk është diçka, domthonjë që i hajgore, diçka, jo. Domthonjë i ka fol për dorë dhe punime ka qenë dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E gjallëria e pejgamberit sa do ta shpjegojmë në hadithin e radhës ose të fundit. Gjallëria është e vërtetë se pejgamberët janë gjallë në varret e tyre. Po kanë thonë dietarë është jetë speciale e pejgamberëve që nuk mundem na me kuptuar çfarë jetë është ajo. Nuk është jetë sikur që shekin na jetën tonë. Ku ka argument për çeta? Qysh me ditë na që jeta e pejgamberit është gjallë, domthonë është gjallë në jetën e vet, të varrit e kam për qëllim. Mi po nuk i po gjasan jetës tonë. Dhe nuk ka mundësi me komuniku me neve. Qysh e dim që s'ka mundësi me komuniku me neve? Mund me thonë dikush, unë shkova te varri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe e përmendni diçka folën, diçka veç koronita, ma kthej dikush një përgjigje. Edhe çfarë përgjigje që është saktë. Në rregull ke. Edhe me siguri u von pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Qysh me kundërshtu? Po. I përmend që ku ka taku, si që ka taku pejgamber, faktikisht ata janë vdekur, por në fakt janë atje në jetë.
Po, e kanë jetën speciale, po qysh me kundërshtu? Po, qysh me kundërshtu? Ajeti kuranor që thot Allah ti e vdekur dhe ata e Po, po, ai thot a është i vdekur pejgamberi sa? Ti thot po. Thot pa e ka një gjallëri të varrit special që se kanë tjerë, ti thot po. Se kjo është pastaj në hadithe. Kjo është pastaj në hadithe të sharume. Edhe po shahidat thot që janë gjallë me një gjallëri speciale. Thot walakin antum ç'është? Walakin la tash'urun. Po ju nuk e dini çfarë gjallërie, çfarë jeta është ajo. S'u ne kuptoni ju si njerëz. S'keni mundësi me kuptu. A? jeta në barreza, në berzah, që na se kupton. Po, a mu jeta e pejgamberëve në berzah është jetë speciale. Nuk është sikur jeta e këtyre tjerëve, është jetë speciale. Sidomos e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po, çdo është fillimi i përgjigjes, po. E pse s'mos me lypi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Shakon dalës. Pse s'lejohet? Po, unë s'po tham mi lut pejgamberit, mi lut jo, po më ndoj dërguar i Zotit. Ti e nin tash fjalën tem. E kam një hall çështu. Se shokët e tina s'kan bërë. Që kjo përgjigja? Që kjo shumë rëndësi. Se ti s'ki argument që thot ai ti s'ban me folën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domos s'ki argument pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ti s'ki drejt me komuniku. Po është që kjo që më konë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është gjallë në atë formën që mund me komuniku me njerëz, po shka shokët e tij nuk shkuan me thonën oj dërgoi i Zotit, kanë pelen halife mas neve. Që kjo problem shumë i madh, kanë me zgjidh halife. Oj dërgoi i Zotit, çka me bën mas Abu Bekrit se deç Abu Bekri. Ka me shku tash. Madje dietar thonë se që kjo, pse po përmendin këtë, se kjo është shkruar në apo libra, kjo është sufita, është domthon komunikimi me pejgamberin, ata është çështje shumë e thjeshtë. Ata thonë domthon momentin që shkon ai shehi, ai automatikisht shpirti i tij lidhet me shpirtin e pejgamberit sa. Dietar thonë sikur ti shkon që pejgamberi kish mujt me komuniku, na me pejgamberin sa, edhe halifet që janë zgjedhur janë kon pa vlefshëm. Se s'mund me pas halifet tu pas mundësi pejgamberi sa me na kallzu çka me bë. Halifja është kur ka vdek pejgamberi që s'ka më kush me na kallzu, me na drejtu. Ama masi pejgamberi mundet me komuniku me pejgamberin atëherë, s'ka nevoja as për halife, janë veç në punës të tij, kur çama shumë. Apo kjo s'ka ndodhur në historinë e muslimanëve. Andaj edhe gjitha këto që i dëgjoni, gjitha këto janë bidate. Bidate që shpesh herë mund me qitën edhe në shirk edhe në kufër. Hadithi i radhës, kopraci i madh thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kopraci i madh është ai që kur unë përmendem në pranitë e tij nuk bën salavate për mua. Ky hadith të dietarët e shumë dietarë konsiderohet si argument se salavatet ndaj pejgamberit sa janë obligim. Janë obligim si të përmendet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kjo është mendimi më i saktë. Nëse përmendet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të më thuaj salavatet ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe është obligim individual. Secili do të më thuaj salavatin veti. Jo me thonë njoni ka thu Allahumma salli ala Muhammed edhe u kry, jo. Secilin veti, momentin që përmendet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çon salavat. Pra se pejgamberi në një hadith tjetër ka thonë kopraci më i madh që nuk ka koprac më të madh është ky. Pse e koprac? Se pia hub vlerën 10 herë me përmend Allahu. Ako ma ketë se më kon koprac ndaj vetes tonë. Allahu po ka thënë që ti nëse përmend pejgamberin sa çon salavat në pejgamberin, Allahu përmend ty 10 herë. Dhe ti po bosh kopras ndaj vetes tonë se piçon salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe qysh e kanë këshillu dietar çdo herë njëri tjetrin që momentin që përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përmend formën e bukur, për fat keq të na kanë një herë do pe plazhve që kanë pak më shtyr mosh, kanë ndoshta s'kan informacione shumë, thonë Muhamedi ose Muhamedi. Ai Muhamedi ka thonë, kjo është shumë keq. Pejgamberi sa do të përmend formën më të mirë të madhrimit, dashurisë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me përmend bukur,
me çu salavat çdo herë kur përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i radhës thot, i parafundit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka melek që shëtisen në tokë dhe më përcjellin selamin e umetit tim. Allahu azza wa jall ka bërë me lajke speciale që e kanë për punë vetëm me dërgu salavatet që ka i bojnë umeti pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Që shkina mësu që ka me lajke shiut, ka me lajke kiramën katibin, Munkar Nakir, lloje ndryshme të me lajkeve, edhe që lloj me lajkeve është. Special që shëtitën në për tokë dhe ja dërgojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam selamin që ja bëjnë muslimanët atij dhe salavatet që i çojnë për ta. Dhe kjo është lidhja që e ka bërë Allahu azza wa jall me pejgamberin dhe muslimanët që e pasojnë atë. Hadithi i fundit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka njeri që lutet për selam për mua, e që Allahu të mos ma kthej shpirtin për të i kthyer selamin. Kjo është hadithi që u diskutua edhe më herët. Domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se çdo kush që çon salavat, çdo kush që çon salavat, Allahu ja kthen shpirtin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku ja kthen? Ku e ka shpirtin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ku është shpirti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Është në qiell, shpirti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shpirti e pejgamberëve, shpirtet e pejgamberëve janë në qiell. E ku e kthen Allahu shpirtin? Në tokë, në varr. Sa herë t'jep selam dikush, sa çon salavat, shpirti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkon në varr. Te trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kthen selamin. Bukfalisht, tekstualisht çish për shohmi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kthen selamin. Çish ndodh kjo? Kjo është çështje e gajbit. S'ka mundësi na me ditë. Disa për dietarëve domthon kur e kanë pa kështu atë e kanë pas pak një farë problematika, unë çish ka mundësi ai në qiell, trupi në shpirt, jo dietar, po njerëz që si njerëz që po flasin, çka pijon tekët, çish ka mundësi ai në qiell, e trupin në tokë, edhe vazhdimisht me pas lidhje, çish ka mundësi me pas lidhje. Ta Allahu çdo gjë është e thjeshtë, e lehtë. Po Ibn Qayyim thotë edhe një san interesant. Thot, lidhja e shpirtit me trupin e pejgamberit sa është ndonjë lidhje speciale. Që na si njerëz nuk kena mundësi me kuptu, por që në realitet ndodh edhe në jetën tonë përditshme. Qysh thot, a ke po diellin Ibn Qayyim. Thot dielli është në tokë, është në qiell, në lart, diku larg shumë. Është larg, po a e ndjen nxehtësinë e diellit? E ndjeni, çish ka mundësi gjitha lidhje e nxehtësisë me të mritur deri poshtë. Është lidhje speciale e valve të nxehtësisë që të vinë ty deri ka poshtë. A mund dielli jetë në lart apet? As ka mundësi Allahu me lidh shpirtin e pejgamberit pe naltit, vazhdimisht me trupin e tij, sikur valët e diellit, sikur rrezet e diellit? Ka mundësi. Ajo që na po e shohmi është diçka e logjikshme, e kuptueshme. Po ajo që mund me ndodh prej Allahut me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është diçka halama speciale, halama madhështore. Andaj edhe Allahu azza wa jalla e ka ndëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që në çfarë do forme që na i çojmë salavate, Allahu ja mëson pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me e kthy selamin dhe kjo është nder edhe për neve. Kjo është nder edhe për neve sa që çojmë salavatin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e dimë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na kthen neve selamin dhe kjo është lidhja jone e vazhdueshme me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në këtë dynjë. E lu Zotin që të na mundsoj që të çojmë sa më shumë salavatin te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E lu Zotin që të na mundsoj që të rrijmë së bashku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në xhenet dhe të jetë ai ndërmjetësuesi jon që ndërmjetëson për neve, për arsye se secili prej njerëzve sipërfaqen e tokës ka nevojë për ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E lu Zotin që mos na privojë nga ky ndërmjetësim dhe të na bashkojë gjithëve së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.